Na sot po e bëjmë regjistrimin. Nesër është caktuar seanca plenare. Për momentin nuk dia kam me votu as kam me votu sepse nuk kemi ndonjë propozim i cili e dim se do të vjen. Ne sigurisht që bazojmë edhe në personin, edhe në marrëveshjen e cilën jemi. Për momentin jem ashtu siç kem qenë, domethënë po kontakte me zotin Kurti për futjen në qeveri. Po, sigurisht, ne kemi këto kontaktet e vazhdueshme, po ka ndodhur, jemi ka diskutojmë, jemi ka i shohim mundësitë e një bashkëpunimit mundshëm mes nesh, shohim nëse janë numrat, domethënë kryhet sepse është mandatin e tij dhe ne respektojmë. Jo, s'ka marrëveshje ende. Elber Krasni që para ditës sot ka thënë që janë formuar një grup i komuniteteve prej 7 vetash që mbështesin formimin e qeverisë në krye Albin Kurtin e po ashtu edhe votimin e kryeparlamentarit. A jeni pjesë e atij? Unë përfaqësoj Partinë Liberale Egjiptiane, për momentin nuk jam pjesë asnjë grupi parlamentar. Domethënë sepse thjesht jemi ka diskutojmë pozicionin tonë nëse do të jem qeverisje apo nuk do të jem, dhe bazuar në këtë sa do të jem pjesë e qeverisë apo jo, vendosim pastaj edhe për grupin. Nuk kam informacion se çfarë kanë thonë, nuk kam drejt me i komentu. Thjesht si Parti Liberale Egjiptiane i kem qendrimet tona, i kem publike. Nga kërkesat e juaja që keni pas? Na jemi duke shqyrtuar, është një propozim draft që ka dalë, është dorëzuar. Presim një takim konkret për implementim, për me u dakordu, edhe të shohim se çfarë po ndodh. E mira është që është duke shku një frymë e mirë kuptimit deri tash, pavarësisht diskutimet që janë bëonash, po konsiderojmë që për momentin ka një vullnet për me u respektu ne, sepse ju edhe ne kemi thonë, secili që na respekton, kena me mbështet. Ata që s'na respektojnë s'kemi arsye, s'kemi ndaj obligim me mbështet dikon i cili s'na respekton, sepse jemi ka dojë me hyrë pjesë me kon pjesë institucione dhe me dhon kontribut. Për ne ka rëndësi me u zhvillu komuniteti egjiptian, me ndryshu gjendja tyne, me pas vullnet një kryeministër i cili ka vullnet konkret, edhe me dalë me statistika dhe me gjana konkrete, edhe ndryshon ka vullnet me ndryshu gjendje. Sigurisht që ne edhe gjatë mandatit do ta mbikëqyrim këtë pjesë, në rast që s'ka me pas vullnet, kemi munjëru, ne kem drejtën tonë, drejtën që na ka dhënë komuniteti egjiptian dhe drejtën që na ka dhënë Zoti për me deklaruar dhe me thonë ato që na e mendojmë edhe veprojmë. A jeni takuar edhe me opozitën për shkak që deri më tani Kurti nuk i ka votat e mjaftueshme, ndërkohë që opozita do të zhvillu takime? Ne kemi kolegë secilin prej tyre. Për dallim prej krejt tjerëve nuk kemi asnjë problem askën. Problemi vetëm është mos respekt, kushdo që s'na respekton, s'do të respektohet. Edhe ata që na respektojnë, i respektojmë. Absolutisht, asnjë pengesë, asnjë vit kuqe, me askën se kemi. Nuk e kem përvojën e parë, jemi prej 2014-s, dim pse jemi parti politike, i dim qëndrimet tona, asnjë arsye me pas vit kuqe me dikëm nuk e kemi. Thjesht i kem qëndrimet e hapuna dhe jemi në rregull me këtë. Faleminderit. Faleminderit juve.